Mos shiko se çfarë pozit ke tek krijesat, por shiko se çfarë pozit ke tek krijuesi, Allahu subhanahu wa taala. Mos u shqetëso për këtë botë. Kjo botë dhe bota e mshueshme është çështja e Allahut xhalla shanu wa xhalla xhelaluhu. Mos u frikso për të ardhmen tënde, sepse e ardhmja jote është çështja e Allahut xhalla shanu wa xhalla xhelaluhu. Mos u frikso për furnizim, për risk, sepse risku është në duart e Allahut azza wa xhall. Merri shkaqet, puno, fito me halal, jo me haram. Përpjeku të jesh i përqendruar në atë çfarë Allahu subhanahu wa taala të ka urdhëruar, do të shpëton këtë dunja dhe në botën tjetër.